Pas sherrit ku u dhunua në paraburgimin e Vlorës, Eduard Alika, i cili është në pritje të ekstradimit për në Itali, burime nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, thanë për MCN se 5 të dënuarit që ushtruan dhunë janë transferuar me qëllim izolimin dhe shmangjen e rrezikshmërisë. 4 prej tyre, sipas burimeve, kanë kaluar te burgu 313 dhe njëri në burgun e Burrelit. Siç mëson MCN, arsyeja e dhunës së ushtruar ndaj Eduard Alikajt ka qenë dyshimi autorëve që ky i fundit i ka spionuar për mbajtje të celularit. Pasi u gjet celulari në qelit autorëve të dyshuar të dhunës, ata kanë goditur Alikajn duke i shkaktuar gërvishtje në vetull. Sapo sherri ka nisur, grupi i sigurisë së burgjeve ka ndërhyrë brenda 37 sekondave, duke ndarë personat e përfshirë në konflikt dhe duke vijuar më pas me procedurën e artimit të raportit dhe transferimit të tyre. Personat që e kanë dhunuar mësohet se po qëndrojnë në paraburgim për vepra të rënda penale nga tentativa e vrasjes deri tek vendosja e tritolit. Ngjarja dyshohet të ketë ndodhur mes orës 19 dhe 20 të mbrëmjes.